Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi Reshit Rusi i Shkodrës, është stadiumi numër 2 i qytetit të Shkodrës, ku po transmetojmë live ndeshjen e futbollit të superiorës për femra, vllaznia dhe Egnatia. Është java 5 për kategorinë superiore të futbollit femëror. Shikojmë në të momente një kundërshtim të skuadrës Rogozhinase. Ju kujtojmë se jemi në pjesën e dytë të ndeshjes së vllaznia Egnatia, ndërkohë që pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 1-0 për vllazninë. Sulmi i vllaznisë i rrezikshëm dhe ka ardhur goli i dytë. 2-0 për vllazninë. Pikërisht në nisjet pjesës së dytë, skuadra Kuqi Blu e dyfishon rezultatin. Ndërkohë që pjesa e parë, siç thamë, është mbyllur me avantazhin e vllaznisë me rezultatin 1-0 dhe tashmë vllaznia dyfishon 2-0. Skuadra Rogozhinase e shkelmën topin nga qendra. Është trasvina për skuadrën shkodrane që ka dyfishuar rezultatin. Kapitenja Megidoqi në këto momente. Tereza Deda, futbollistja shkodrane që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ka ardhur për të lutur për vllazninë. Doçi ka kryesuar tek zona e skuadrës Egnatias, vazhdon këmbulja vllaznisë për golin e tretë, tjetër gjuajtje nga distanca. Ishte pikërisht numri 26 e Rojës, i aktivizuar në pjesën e dytë. Vllaznia Shkodrës, kampionja kombëtare në fuqi, kryeson superiorin e Shqipërisë për femra në kuotën e 12 pikëve, 4 ndeshje ka zhvilluar, 4 fitore, 12 pikë dhe me një golevarazh fantastik, mund themi, 43-1 është golevarazhi aktual i vllaznisë. Topin vjen ansor për skuadrën e Egnatias. Ishte numri 3 që ka ndërhyrë. Pak çast më parë ishte Gjata. Tashmë është Osmani nga vija anësore. Kalon tek kolegët e saj, për ka ndërhyrë futbollistët Kuqi Blu, ishte Deda. Kapitenja Megidoqi, ajo që është e pa përmbajtshme në shënimin e goleve, ka shënuar edhe sot. Është grushinusja më e mirë e vllaznisë dhe e Shqipërisë. Për disa vite fiton edhe këtë trofe. Tjetër aksion i vllaznisë është nga krahu i djathtë. Doçi, gjithnjë Doçi veprimet e saj individuale, kalon Majtas, kros në zonë, përpjekje e skuadrës shkodrane, përsëri është Tereza Deda, ka gjuajtur në mënyrë diagonale, por pa sukses.
Është minuta 60 në këto momente dhe rezultati është Vllaznia 2 dhe Egnatia 0. Kujtojmë që pjesa e parë është mbyllur me shifrat minimale 1-0 me gol të shënuar nga Megi Doçi. Vllaznia edhe pse le përsi kërkon të shënojë të tjera gola është Deda. Numri 7 Tereza Deda ka shënuar golin e tretë për Vllazninë. Nuk përmbahet Vllaznia, 2 gola brenda pak minutash në pjesën e dytë dhe ka rritur në 3 avantazhin. Kujtojmë të nderuar shikues se Veriu Sport po transmeton drejt për së drejti nga stadiumi Reshit Rusi i Shkodrës këtë sfidë për javën e 5, ku Vllaznia duket se po fikson edhe fitoren e 5 radhazi. Skuadra Kuqe Blu drejtuar nga tekniku Nikolin Leka është e papërmbajtshme. Sërishmi nga qendra Egnatia. Kemi një ballafaqim me Vllaznia Egnatia, por që duket që ka diferenca me superiorin e meshkujve, kur Vllaznia Egnatia jo shumë larg në stadiumin Arena Egnatia e mbyllën në barazim dramatik 2-2 takimin për superiorin e Shqipërisë të meshkujve, ndërkohë që për superiorin e femrave Vllaznia është dominuese. Kryeson kampionatin, e shkëputur nga rivalet, ndërkohë që edhe në këtë takim përballë Egnatias tjetër gjujtje e fortë. Përsëri ishte Tereza Deda, numri 7. Shkodrania e ardhur nga Amerika për të kontribuar për uniformin Kuqe Blu, një gjujtje e fortë e saj, por Mançedhari, portierja Rogozhinase e ka groshtuar në korner. Do të kemi ndrim tek skuadra e Egnatias, do të largohet Barçi me numër 14 dhe është numri 30 Avdiaj, që në këto momente aktivizohet në fushën e lojës. 3 ndrime ka bërë Vllaznia në pjesën e dytë, ndërkohë kjo është ndrimi i parë për Egnatian. Shikojmë këtë goditje këndore nga majta sulmit Kuqe Blu është kapitenja Megi Doçi, grumbull fanelas të bardha të mysafirëve dhe Kuqe Blu të Vllaznisë tek zona mysafire. Gjujtje Doçit diagonale ka kaluar përsëri në fundore, e prekur për herë të fundit nga futbollistët mysafire. Tjetër goditje këndi për Vllaznin, e cila kryeson 3-0. Kros në zonë. Përsëri Vllaznia ke mgull dhe tjetër goditje këndi këtë radhë nga krahu i djathtë i sulmit Shkodran. 3 goditje radhazi brenda 2 minutash. Deda është këndi i djathtë i sulmit Shkodran, ka krossuar me të majtën e saj dhe goli i 4 çenohet nga Arbiona Bajraktari. Vllaznia 4 dhe Egnatia 0 në minutën e 74. Minuta 64 Vllaznia regjistron golin e 4, 4-0, pas kësaj goditje me kokë perfekte të futbollistës të ardhur nga Kosova, Arbiona Bajraktari, e cila edhe pse është nga Kosova, duhet theksuar që është rritur në gjirin e Vllaznisë, prej shumë vitesh kontribon për skuadrën Kuqe Blu. Shikojmë që është dëmtuar portierja Egnatias Mançedhari dhe shkon ndihma shpejt atje. Kujtojmë për bërët e skuadrave. Vllaznia në pjesën e parë luajti me Rekalde, Leba, Vuksani, Bajraktari, Deda, Barçi, ishte Borçi, Doçi, Trasvina, Madriel, Montenegro dhe Cit Macias. Në pjesën e dytë, tekniku Nikolin Leka ka aktivizuar 3 futbollistë dhe janë pikërisht Rojes, Berisha dhe Myrvet. Ndërkohë që në kampin Rogozhinas ka vetëm një ndrim ku është aktivizuar Avdiaj.
Për herë të katërt nga qendra e nis lojën skuadra Rogozhinase në dizavantazh 4-0. Përsëri Deda kombinon me Doçin krahun e majt. Një Doçi i shkëputet 4 futbollistëve Rogozhinase, pastaj preferon të pasoj për Madriel dhe e shpërdoron Vllaznia, e shpërdoron këtë aksion, por gjithsesi duhet theksuar se skuadra Kuqiblu kryeson me avantazhin 4-0. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin minimal të skuadrës Kuqiblu, 1-0 me gol të shënuar nga kapitenja Megi Doçi. Ka qenë një pjesë e parë që Egnata ka rezistuar në mënyrën më të mirë, por në pjesën e dytë kanë ardhur 3 gola rradhazi. Tashmë kërkon golin e 4, por nuk e lejon portierja Mancellarit, që duhet theksuar që ka shumë punë sot, sidomos në pjesën e dytë ka evituar disa gola. U dëmtua pak çaste më herët, por është rikuperuar nga safi miksor. Tereza Deda nga këndi në këtë goditje. Këndi kërkohet goli 5. Tjetër aksion i Vllaznisë, përsëri Deda, kros me djatën e saj. Është ku do ndodhur me fushorja e Vllaznisë Tereza Deda. Vllaznia pranë golit 5, por nxitohen futbollistët Kuqiblu. Vllaznia kryesuese e këtij kampionati dhe duket se do të jetë përsëri në diktatin Kuqiblu edhe ky sezon futbollistik, si zakonisht me kryesimin e Vllaznisë. Sipas kalendarit duket që java e 6 ka një përballje tjetër interesante, ku ekipi Kuqiblu do të udhtojë në Fier përballë një rivali direkt si Apolonia vendese, ndërkohë që 3 ditë më herët në kryeqytet në stadiumin Arena Demave, Vllaznia mundi në shtëpinë e Partizanit ekipin vendas me rezultatin 0-2, me 2 gola të shënuar nga kapitenja Megi Doçi përmes pikës së bardhë të penaltisë. Doçi përsëri, Doçi, gjithnjë Doçi është futur në zonë, goli 5 për pranë dhe është shënuar në mënyrë individuale, një gol force mund themi, plot teknik por dhe force. Kapitenja Megi Doçi shmang 3-4 futbollistë të Egnatjes, futet në zonë dhe nuk nguron të gjuaj tokazi në krahun e djathtë të portierës Mysafire Mancellari. Vllaznia 5 dhe Egnatja 0. Autori i golit është kapitenja Megi Doçi, ajo e cila kërkon sërish mbi këpucën e ardh pa tjetër në këtë sezon futbollistik. Nëse pjesa e parë kishte më tepër rivalitet, çka tregon se edhe goli i avantazhit u shënuar në minutën e 41 nga Megi Doçi. Pjesa e dytë është krejt tjetër. Dominimi i Vllaznisë shpërblehet me 4 gola. Njëri prej tyre me Doçin, që dyfishon, që fikson dopjetën e saj në këtë ndeshje, ndërsa 3 golat e tjerë mbajnë firmën e Trasvina, Deda dhe Bajra. Vllaznia përgatitet për ndrimin e radhës. Shikojmë zëvendëstanerin Paula Jaku, e cila po përgatit ndrimin
Ndërkohë që Vllaznia kërkon me Doçin golin 6 gjuan, super gjuhetje. Super gjuhetje dhe sërish me Tereza Deda. Kjo futbollistet që është pa përmbajtshme sot. Këtë rallë dhe këtij moment i golit 5 të Vllaznis vjen për mes një gjuhjtje nga e majta e saj, me të majtën. Ndërrim tek Vllaznia në loj, do tjetë në të momente Kors dhe largohet numri 13 Trazvina, ajo që shënoi në pjesën e dytë. Hajde, njëtën në det. Tribla. Pa faul, Veron, se që një bujshme. Gjej, po gjej. Ekipi vendas i Vllaznis vazhdon të dominojë takimin, edhe pse është në avantazh me shifra të thella 5-0. Vazhdon të sulmoj. Falni, një korrigjim, është 6-0, 5-0 është pjesa e dytë. 5-0 është pjesa e dytë për skuadrën shkodrane, duke përfshirë dhe golin e Megidoqit në minutën e 41 të pjesës parë. Avantazhi përgjithshëm është 6-0. Kujtojmë se pjesën e dytë të këtij takimi Veriu Sport po e përcjell drejt për drejt për amatorët e futbollit femëror në ndeshjen e javës së 6 të superiores së femrave Vllaznia Ignatia, që në këto momente jemi në minutën e 72 të takimit. Vllaznia 6 dhe Ignatia 0. Dhe skuadra Koçeblu është e pak kënaqur me këto shifra, kërkon ta thellojë avantazhin. Doçi, kapitenja Koçeblu, Deda, përsëri Doçi. Gjithnjë Doçi, ja larguar topi nga kontrolli. Përsëri Vllaznia me Deden për Doçin. Është një faul në sulm i konstatuar nga gjyqtari Akull Lolli. Ishte kapitenja Doçi që në dy luftim me futbollistën mysafiri shkaktoi një faul. Por gjithsesi duhet thënë që edhe njëherë rikthehen pjesës parë, se kishte më tepër rivalitet. Po ashtu edhe pjesa e dytë kishte një ngërç, por ndërhyrja e trajnerit Nikolin Leka, pse jo edhe e presidentit Lazar Matia, duke shkundur skuadrën me orientimet nga Stoli, bën që Vllaznia të reflektojë dhe të nisë shënimin e goleve të një pas njëshëm, që të shpër shifra 6-0. Doçi, kapitenja Vllaznis, niset më shpejtësi gjithnjë Doçi. Aksioni saj individual, gjithnjë Doçi kërkon të shënojë vetë, por kombinon me kolegët e saj. Vllaznia pran golit 7 dhe vjen goli 7, super gol. Super gol i Vllaznis 7-0. Goli shënuar nga numri 20 Montenegro. Montenegro është autorja golit 7 për Vllaznin.
Vllaznia 7 Ignatia 0. Luhet pjesa e dytë e sfidës së javës 5 të superiorës së Shqipërisë për femra. Topin vjen ansore për skuadrën Rogozhinase. Është numri 15 Osmani, që e kalon te kolegët e saj, përsëri është Osmani, disa metra më avancuar në gjysmë fushën e vllaznisë. Bajraktari e largon me kokë, e sigurt, si gjithmonë. Përpiqet Ignatia të reflektoj për të reaguar në kërkim të një golit vetëm të paktën këtu në stadiumin rëshitruesi të Shkodrës, ku po luhet kjo ndeshje. Oberon, po ti pik pasivi të më përsa, që apo pasë të ti. Gino Manet, gino, Carmen! Carmen! Berisha, skuadrën shkodrane, Deda, të harkoj zonë gjithë një Deda, kombinon me Montenegro në kros në zonë, e largojnë për momentin rrezikun nga zona e tyre mysafirët. Berisha, ishte cross, e cila tentoi, por në gatishmëri portierja Mansedari, që edhe pse ka pesuar 7 gola, duhet thënë që ka qenë një formë të mirë sportive, ka evituar edhe shumë gola të tjera. Nga bojnë mysafirët, topi për vllaznin. Të rëstuan për shtëri goli, vjen goli 8-0 për ekipin e vllaznisë. Dhe është Kroves, ajo që ka shenuar në këto momente, golin e 8. Njëto, të rezec, para, me, gjemër, ja. Vllaznia këmbgul nga krahu i djath dhe ka fituar te goditja dënimi. 8-0 është rezultati në favor të vllaznisë, luhet pjesa 2 të 15 minutë i fundit i kësaj ndeshje dhe vllaznia vazhdon të këmbgul sërishmi e tëra në sulm për golat e tjera. Deda kroson me të majtën e saj në zonë dhe Bajraktari tenton me kokë për të përsëritur atë që bëri pak çaste më herët, kur shënoi një super gol me kokë. Të radhë nuk arrin qëllimit, por sërish me vllaznia këmbgul, Montenegro, Tereza në krahun e djath, Tereza Deda, cross në zonë, largohet rreziku për momentin për përsëri vllaznia. Berisha, gjujti nga distanca, super gol i Berishës. Berisha e aktivizuar në pjesën e dytë, ka shënuar golin në 9 nga distanca rreth
20 metër kjo gjujtje e Berishës që ka përfunduar në trekëndshën e majt të portierës Mançellari. 9-0 për ekipin e Vllaznis. I thellë ky rezultat, por kemi parasysh që Vllaznia ka regjistruar rezultate të thella deri në 15-0, që nëse vazhdon me këtë ritëm edhe mund ta kap të shifër. Ja, kjo aksion i Ignatjes, mundësi për të shënuar golin e parë, por ka ndërhyrë mbrojtja mbrojtja Kuqe Blu. Kem gunë sërish me Ignatja, por gjyqtarja e takimit ka ndërprer lojën për t'i ardhur në ndihmë një futbolliste Kuqe Blu, e dëmtuar për para pak çastesh pikërisht numri 2 Myvet. Ekipi Kuqe Blu duhet theksuar se ka realizuar një merkato të bollshme, ka furnizuar ekipin e Vllaznis me lojtarë të huaja, por sidoqoftë boshti i Vllaznis mbetet me futbollistët shkodrane, me në krye Megidoqin, që është edhe maja më e lartë, jo vetëm e futbollit shkodran, por edhe në shkallë kombëtare, kapiten e ekipit tonë kombëtar, aty ku kombëtarja e Shqipërisë ka pjesën më të madhe kontingjent të Vllaznis, me teknikun shkodran Armir Grima, që bëri mjaft të mirë duke mbyllur një sezon të suksesshëm, sidomos me fitoren në fundin ndaj Çipros. Sërish për Vllaznia në këtë kros në zonë, ka shumë punë mbrojtja Rogozhinase. Vuksani. Myvet. Deda. Këmgull Vllaznia, kërkon golin në 10. Nuk është të kënaqur me 9 gola. Vuksani. Deda. Shikojmë tashmë se Vllaznia është në lojën e saj ideale me kombinime, çarkullim të topit. Kjo është loja që kërkon tekniku Nikolin Leka. Çarkullimi i të ndëri topit, pasimet sakta, dëbërtime nga krahet dhe gjujtje nga distanca. Tet gola në pjesën e dytë, një pjesë e dytë shumë më e mirë se e para për Vllaznin, cila gjithsesi u mbyll me avantazhin Kuqe Blu, me rezultatin 1-0, me golin e Doçit, e cila në pjesën e dytë shënoi edhe të dytin personal. Deda për ekipin Kuqe Blu. Tjetër sulm, Berisha, goli 10. Berisha finalizon golin e 10 për ekipin e Vllaznis. Pikisht në minutën e 84. 6 minuta ka fundi, Berisha fikson shifrën 10 të golave për ekipin e Vllaznis, ndaj 0 të Ignatjes. Ndrim tek skuadra Kuqe Blu në lojë është Marinela Ndoci dhe largohet numri 15 pikërisht Madriel. Në lojë
Marinela Ndoci, një nga futbollistët e reja me perspektivë të skuadrës kuqe blu. Ka disa të tilla Vllaznia në dispozicion, se hera herë që aktivizon në fushën e lojës. Një brez me perspektivë, tek Vllaznia U16, që është edhe ajo kampion e Shqipërisë, çka duket se është një garanci për vazhdimsinë e ekipit kuqe blu, të ekipit parë. Deda, cross, mundësia për golin e 11, ishte crossi i Tereza Dedës, një futbolliste që sta më herët luan me të dyja këmbët, i përdor si të djathtën dhe të majten në mënyrë të përsosur. Deda, që tërmondësi dhe sërish një Vllaznia këmbgul. A praveroj! A ke kove një ty? Shikojme teknikun e Vllaznisë, Nikolin Legat, që vazhdon të jetë këmbgulës për skuadrën e tij, edhe pse kryeson 10-0. Vllaznia kërkon të tjerë gola. Berisha ka hapur lojën, ka në majt për Dedën. Një Deda, sposohet djathtas, e vonon disi, por gjithsesi e mban në kontroll. Ka kaluar tek kolegët e saj. Ndoci, aktivizuar për para pak qasësh në formacionin kuqe blu. Vuksani, Deda, e ka futur në zonë aty ku futbollistët mysafire e largojnë për momentin. Bajraktari, Vuksani përsëri, Deda, sërishmi Tereza Deda, cross në zonë, Berisha këmbgul për golin e radhës dhe gati vjen. Ishte Rojes, numri 26, aktivizuar në pjesën e dytë e Rojes, e cila lëshoi me të vërtet një goditje të bukur, gati u duk që po shkonte në rrjet, por përfundoi 6 vijeve kufizuese. Edhe 2 minuta nga fundi na informon vëzhguesi i ndeshjes, delegati i ndeshjes i Federatës Shqiptare të Futbollit, Jetmir Podgorica, një nga arbitrët e njohur të Shkodrës, pjesë top listës e arbitrëve të superiorës së Shqipërisë, se këtë radhë është në rolin e delegatit. A jemi drejt mbylljes, pa llogaritur kohën shtesë. Vllaznia kryeson me shifra të thella 10-0. Ka një problem me portiera Mancellari, duket se është një tip tërheqje. Në raport me shpejtësi dhe stafi mjekësor. Kësaj me këtë fitore që tashmë është e pa diskutueshme për kohën që ka mbetur, sepse shifrat 10-0 kur ka edhe 1 minutë lojë kohë të rregullt janë të pa përfillshme për minutazhin. Vllaznia është në kuotin e 15 pikëve. 5 ndeshje, 5 fitore dhe golaveraxhi ka shkuar 51-1. I vetmi gol i pjesuar i Vllaznisë është në ndeshje në derbin e Shkodrës, Atletik Klub Shkodra Vllaznia, ta kemi luajtur në fushën sportive Hasaj të Shkodrës, ku i vetmi gol i pjesuar i Vllaznisë është në këtë ndeshje, ndërkohë që ka shënuar plot 51 gola. Vetëm 5 javë kampionat, nuk ka nevojë për koment, kjo është Vllaznia e Shkodrës,
dirigjuar nga tekniku Nikolin Leka me kolegët e tij, Fabiola Rexhepi dhe Paula Jaku, por natyrshëm edhe me kupolin e këtij klubi, me presidentin Lazar Matia, ai që ka vite që tashmë mund të themi është bërë padron i futbollit femëror, duke qenë super kampion në Shqipëri dhe me pjesëmarrjet e suksesshme në Kupat e Europës. Të radhë nuk arriti të kualifikohet në fazën e grupeve të Champions League, por si të qoftë luajti me sukses në Europa Cup, ku u eliminua në takimin e turit të dytë nga Interi. Vetëm 60 sekonda shtesë ka akorduar gjyqtarja Kullolli.